ju si okuliste, jo vetëm pediatrike, po dhe për moshat më dhaja me thënë shumë e mirë, po sigurisht jeni dhe kirurge shumë e mirë. Diku dhe në një farë mënyrë lidhet puna ime si kirurg plastik me punën e okulistit dhe shpesh shikojmë pacientë përbashkët. Njerë një kolegu jo nga gastropatolog para disa kohësh më kishte prezantuar një rast i cili dhe miku jon gjithashtu, njëna më të mirët që kemi në shqiptar që punon në Firenze, na kishte prezantuar një rast i cili koincidonte një vajzë që ishte injektuar acid hialuronik në zonën poshtë syrit dhe vajza çdo mesatarisht 3-4 ditë i njëjtej disi një sy, kalonin 3-4 ditë dhe i njëjtej pjesa tjetër e syrit. Dhe në këshillën që i dhash gjithmonë pa e parë pacientit, domethënë ky quhet një efekt Tyndall, pra pozicionimi i acidit hialuronik në sipërfaqe të lëkurës, po në mënyrë jo në thellësi, domethënë të themi, dhe shpesh ndonjëherë ne detyrojmë kur bëjmë ato blefaroplastikët që në bashkëpunim me juve, po dhe juve në bashkëpunim me neve, domethënë me një tjetër, kërkojmë dhe gjejmë ose arrim të heqim këtë pjesën e acidit hialuronik. Keni vënë përveç kësaj pacientës me thënë, po kemi dhe patologjitë të përbashkëta me një tjetrin, si mund të jetë blefarokalasi invalidante, një stres lëkure tepërt që arrin të mbylli pjesën e syrit dhe pacienti me zi hap syrin nga ana e kirurgjisë plastike. Vijnë shpesh pacientë të cilët në një farë mënyrë duket si arsye estetike, por në vetvete është arsye funksionale kjo gjë. Dhe juve i jepni informacione duke prerë sigurisht domethënë këto atë pjesën e lëkurës që t'i jepni një hapje të syrit? Po, patjetër që në kohët e fundit blefaroplastika ka marrë një zhvillim dhe do të thosha që mendoj që në Shqipëri, dhe këtë nuk e di ma konfirmon dhe ti, është një nga kirurgjitë që nuk e bëjnë vetëm okulistët apo kirurgët plastik, po e bëjnë më tepër e bëjnë të tjerët, do thosha se sa përtej kësaj, po blefarokalazi që është ajo teprica në lëkurë edhe që shkakton atë rënien, po trajtohet shumë mirë me kirurgjinë plastike. Ose që e bën dhe okulisti, do thoja me thënë, patjetër. Kam parë ata pacientë në Itali që në bashkëpunim me okulistin evidentoi problemi dhe nuk ishte estetik, ishte funksional. Patjetër, sepse nuk është vetëm një çështje estetike për të dhënë një freski në fytyrë, por ka pacient që vërtet ajo ju krijon një rëndesë edhe një vështirësi, një reduktim të fushpamjes vizive, duket sikur nuk shkojnë plotësisht. Pastaj ka dhe problematika të tjera që na dalin. Kjo e syrit për shembull shikoj shpesh herë, këtë do të thënë injeksioni i acideve hialuronik në zonën poshtë syrit dhe fakti që vendoset në sipërfaqe dhe jo në thellësi, mesatarisht të shumë paciente, sepse është një pozicionim, jep atë efektin Tyndall që është një efekt ëndje, që kjo ëndje unë shikoj shpesh herë që njerëzit kërkojnë në një farë mënyrë të zgjidhin problemin se është injektuar acid hialuronik, por aty duhet patur kujdes sepse ekzistojnë ajo të themi antidota që quhet hialuronidaza, por nëse nuk e izolon dhe nëse nuk e gjen me anë të një ekografie, ti mundet të vesh edhe të shkrish dhe dhjamin. Pra, duhet shumë kujdes, kthehemi në këtë pjesën të marrim informacione dur nga mjek, qoftë specialist okulist, qoftë maksilofacial që janë dhe ata pjesë, qoftë dhe kirurg plastik dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin të japim maksimumit e pacienti për të mirën e pacientit gjithmonë. Doktoresha, kjo risia e fundit që nga shumë interesante për sa i përket fëmijëve dhe kthehemi gjithmonë te fëmijët se fëmia është e ardhmja jonë, e ardhmja e Shqipërisë dhe duke kujdesur ata neve do arrim dhe të japim maksimumin të një baze të mirë dhe ata pasaj do mbajnë gjithë vendin tonë dhe do arrin të japin maksimumin. Pra atë ju përgëzoj për këtë risi që keni sjell, edhe që besoj do ketë shumë kërkesa dhe sigurisht në duart tuaja eksperte do bëhet dhe do duket diferenca e madhe. Po, unë mesazhi final që doja t'i jepja është që vizita që bëhet tek okulisti nuk është thjesht një vizitë okulistike, por është një investim në mirëqenien dhe në të ardhmen e fëmijëve, sepse patjetër fëmijët që kanë një shikim të mirë janë fëmijë pastaj që edhe në pjesën e arsimimit, të zhvillimit dhe të ardhmes së tyre do jetë një ndryshim në jetën e tyre, kështu që
patjetër janë shumë të rëndësishme që këto vizita të kryhen në kohën e duhur dhe nga specialistët e duhur. Doktoresha, një nga pyetjet të tjera që na bëjnë mamat, prindrit, baballarët, është kur është mosha ideale të themi që një fëmijë duhet ta sillen te okulisti. Sigurisht mos ta alarmohemi duke thënë vaj çojmë fëmijën, domethënë sepse fëmia e vogël nuk përgjigjet, por një moshë që arrin okulisti të na japi një opinion, me thënë sepse fëmia deri në moshën 4 vjeç varet totalisht nga neve dhe pastaj fillon bën hapat e para dhe sigurisht do kujdesim maksimal. Patjetër, atëre normalisht një valutim i syve bëhet që nga neonatologu, pra sa lind fëmia, për të paratë refleksin e kuq. Çfarë është refleksi i kuq? Është një ekzaminim që nëpërmjet një drite shikohet nëse vjen refleksi i kuq nga syri. Pra, është një gjë që mund ta bëjë dhe prindrit vetë në shtëpi, kur i bëjnë fëmijëve atë foton me blic, të gjithëve na dalin sytë e kuq. Dhe është normale dhe duhet jetë kështu. Në qoftë se vëre që nuk del njëri sy me refleksin e kuq, duhet të paraqitet patjetër sa më shpejt tek okulisti, sepse mund të zbulojnë problematika të syrit që janë kërcënuese për shikimin edhe për ndoshta edhe për jetën e fëmijës. Thënë kjo, pastaj në moshën 6 muaj, fëmia ka arritur atë pjekurinë e zhvillimit. Pra, një lëvizje e syve, një devijim i syve pas kësaj moshe nuk është më normale konsideruar. Nëse prindi vëre diçka të tillë, patjetër duhet ta kontrolloj fëmijën tek okulisti, edhe pse fëmia meraku i prindit është që nuk ri apo ne okulistët i kemi mënyrat për t'ia bërë vizitën fëmijës dhe patjetër që duhet bërë. Ndërkohë që një valutim i plot i fëmijës bëhet rreth moshës 3 vjeç. Pra 3 vjeç është një valutim, vjeç, po duhet 3-4 vjeç në atë moshë fëmia duhet ta bëjë një vizitë për shkak se problematikat që kapet në këtë kohë, jemi në kohën e duhur për t'i trajtuar në mënyrën më optimale për të arritur atë zhvillimin pastaj maksimal të shikimit. Po, ekziston dhe një moshë, me thënë për sa i përket jo fëmijët, po dhe për personat më të moshuar që duhet të themi të bëjë një vizitë periodike te okulisti, apo moshat e tjera nëse nuk e ndjejnë të domosdoshme, mund nuk është e thënë që duhet vënë, moshat më të mëdha apo flas. Mbi 40 vjeç patjetër që këshillohet që të kryhet vizita tek okulisti, nëse nuk ka patologji të tjera shoqëruese siç janë diabeti apo histori familjare për sëmundje të syve. Po pas moshës 40 vjeç, pastaj në varësi të si është vizita, një herë në 2-3 vjet një kontroll tek okulisti. Unë ju falenderoj doktore Stella për prezencën tuaj, sigurisht edhe falenderojmë dhe sponsorat tonë të cilët na mundsojnë këtë podcast kaq të bukur me informacionet e duhura dhe faleminderit që keni ardhur. Faleminderit edhe një herë juve.